Rituali sekret, ujë, krip, kanel, pasuri e madhe brenda 7 ditësh. Të dashur miq të dritës, mirë se vini në këtë hapësirë magjike. Sot po ju jap një recetë shpirtërore të fuqishme që largon energjinë negative, shkatëron farat e këqija dhe tërheq fat, pasuri e progres të madh në jetën tuaj. Nëse ndjeni ngecje, varfëri, grindje apo mungesë lajmesh të mira, kjo është për ju. Le të fillojmë menjëherë. Pika 1. Problemi, shenjat e thella që tregojnë praninë e farave të këqija dhe si t'i njohim me saktësi shpirtërore. Le të futemi thellë në shenjat që universi ju dërgon si thirrje zgjimi, sepse këto nuk janë thjesht ditë të këqija, janë alarme shpirtërore. Zgjoheni çdo mëngjes me një peshë të rëndë në gjoks, sikur dikush ju ka vendosur një gur mbi zemër gjatë natës, lodhje që nuk shpjegohet me gjumë të keq. Parat hynë si ujë në shosh, sa po vinë, menjëherë dalin për fatkeqësi të papritura, fatura e papritur, riparim i shtrenjtë, humbje e vogël por e vazhdueshme. Në shtëpi atmosfera është sire e dendur, debate që fillojnë nga asgjëja, fëmijët nervoz pa shkak, partneri tërhiqet në heshtje, qend ose macet sillen çuditshëm, ulërin ose fshihen. Biznesi ose puna juaj ka ngecur në një pikë të çuditshme, sikur ka një fushë force negative që largon klientët, bllokon kontratat, vonon pagesat. Mendjet tuaja pushtohen nga një zë i brendshëm që përsërit, nuk do arrish kurrë, ti nuk meriton më shumë, gjithmonë do të jesh kështu. Ky zë nuk është i yti, është jehon e farave të huaja. Ëndrat tuaja bëhen të errëta dhe të përsëritura, dikush ju ndjek, ju pengon, ju vjedh diçka të çmuar, kjo është shenjë se energjia negative po sulmon në ndërgjegjen. Kur hyni në shtëpi ndjeni menjëherë një rëndes fizike, shpatullat bien, frymëmarrja ngadalësohet, dëshira për të qenë aty zhduket. Gjërat materiale sillen çuditshëm, llamba digjen shpesh, gota thyen pa prekje, çelësat humbasin, telefonat fiken vet, universi po ju tregon se ka vizitor të padëshiruar energjetik. Marrëdhëniet me njerëzit e afërt tensionohen pa arsye, miq largohen, familjar bëhen të ftohtë, sikur ka një mur transparent mes jush. Këto fara të këqija mund të vinë nga zilia e fortë e dikujt që ju donte të shite poshtë, nga fjalët e hidhura të një të afërmi, nga syri i keq i një mik të rrem, nga mallkimi i pavetëdijshëm i një personi të lënduar, nga energjitë e vdekura të banorëve të vjetër të shtëpisë, apo edhe nga mendimet tuaja negative të akumuluara gjatë viteve. Ato krijojnë një rrjet energjetike që bllokon rrjedhën e bollëkut dhe hap rrugën vetëm për më shumë errësirë. Por ja e vërteta e madhe, ju jeni më të fuqishëm se çdo farë negative. Sot do ta themi bashkë me zë të lartë, unë shoh, unë njoh dhe unë shkatërroj. Pika 2. Përbërësit, fuqia e fshehur, simbolika dhe vibracioni shpirtëror i secilit. Ky ritual është i thjeshtë në pamje, por i fuqishëm në thelb sepse bashkon 3 forca hyjnore. Uji është loti i tokës, gjaku i jetës, pastruesi që nuk pyet pse. Uji merr mbi vete gjithçka të ndotur, zemërimin, zilin, frikën, dhimbjen dhe e shpëlar pa lënë gjurmë. Kur e përdorin në këtë ritual, ne i themi universit, unë dua të rilind si lum i pastër, pa barret e së kaluarës, pa plagët e huaja, gati për të marrë bollëkun që më takon. Kripa është zjarri i fshehur në tokë, luftëtari i pathyeshëm që nuk digjet vetë por djeg errësirën. Që nga kohët e lashta, priftërinjt, shëruesit dhe shamanët e kanë përdorur kripën për të dëbuar demonët, për të thyer magjit, për të neutralizuar planet e këqija. Kur e shtojmë në ujë, kripa krijon një fortesë të padukshme, as syri i keq, as fjalët e hidhura, as energjitë e ulta nuk mund ta kalojnë më këtë kufi. Ajo shndërron negativitetin në hi dhe e kthen në forcë mbrojtëse për ju. Kanela është flaka e ëmbël e universit, mbretëresha e pasurisë dhe e fatit të shpejtë. Vibracioni i saj është i lartë si dielli në mesditë, tërheq menjëherë para nga burimet e papritura, klient besnik, mundësi të reja, dhurata, promovime, para që bien nga qielli. Kanela është erza e suksesit financiar, e gëzimit të menjëhershëm, e hapjes së dyerve që ishin të mbyllura me vite. Kur aroma e saj ngrihet, universi dëgjon zërin tuaj. Unë jam gati të marr. Unë jam magnet i mrekullive. Pika 3. Rituali, përgatitja, fuqia e gishtit të mesëm dhe pohimet e zgjeruara. Merrni një kovë të pastër ose legën të madh e të bukur.
Mbusheni me ujë të freskët, nëse keni ujë shenjtëror, lumi ose burimi, përdoreni, por edhe uji i rubinetit funksionon perfekt sepse fuqia është te qëllimi juaj. Shtoni një lugë gjelle të plot krip të trash, mos kurseni, kjo është forca juaj mbrojtëse. Shtoni një lugë gjelle të plot kanellë të bluar, ose disa shkopin kanelle të grimcuar, aroma duhet të ngrihet menjëherë. Tani vjen momenti i fuqisë supreme. Mos e trazoni me lugë metalike apo druri. Përdorni vetëm gishtin e mesëm të dorës suaj të djathtë, ose të majtë nëse jeni majtar. Ky gisht është kanali i drejt për drejt i vullnetit hyjnor, i autoritetit shpirtëror, i komandës ndaj universit. Është gishti që në shumë tradita quhet gishti i Zotit, sepse lidhet me zemrën dhe me forcën krijuese. Kur e zhytni në ujë dhe trazoni, ju po i thoni gjithçka e negative. Ti nuk sundon më këtu, unë sundoj. Trazoni ngadalë në drejtim të akrepave të orës për tërheqje dhe manifestim me lëvizje rrethore të buta por të vendosura. Mbyllni sytë, merrni frym thellë dhe thoni me zë të lartë, me pasion, sikur po i komandonit universit. Përsëritini secilën poje 7, 11 ose 21 herë, sa më shumë, aq më thellë futet në fushën tuaj energjetike. Unë shkatëroj çdo farë negative, çdo magji, çdo sy të keq, tani e përgjithmonë. Unë refuzoj varfërinë, mungesën, skamjen dhe çdo formë të kufizimit financiar. Çdo sëmundje, lodhje, rëndesë, frikë dhe ankth largohet nga trupi, mendja dhe shpirti im tani. Unë thëras pasuri të madhe, para të lehta, bollëk të pafund dhe mirëqenie të vazhdueshme. Byrët e suksesit, mundësive, klientëve të rinj dhe mrekullive financiare hapen para meje menjëherë. Universi po punon për mua çdo sekond, çdo ditë më sjell lajme të mrekullueshme dhe dhurata të papritura. Unë jam i bekuar, i mbrojtur, i dashur dhe i zgjedhur nga forca hyjnore për një jetë të bollshme. Fati im ndryshon tani, unë jam krijuesi i realitetit tim të ardhmë. Çdo gjë që më takon vjen tek unë me lehtësi dhe gëzim. Ndjeni si uji nxehet nga energjia juaj, si aroma e kanellës mbush dhomën, si fuqia ngrihet. Pika 4. Aplikimi. Pastrimi i plot i trupit dhe i shtëpisë me rituale shtesë. Për trupin tuaj, pastrimi personal i thellë. Bëni dushin ose banjën tuaj normale. Në fund, merrni kovën me eliksirin dhe hidheni ngadalë mbi trup nga koka deri te këmbët, duke e lënë të rrjedhë si një lumë shenjtërimi. Mos u fshini me peshqir menjëherë, lëreni të thahet natyrshëm. Ndërsa uji rrëshet mbi lëkurën tuaj, thoni me zë të qetë por të fortë. Unë pastrohem nga çdo gjë që nuk është e imja. Çdo negativitet, barr, zili, mallkim largohet tani. Unë dal i lehtë si pend, i pastër si kristal, i gatshëm për pasuri, shëndet dhe sukses të pafund. Për shtëpinë, pastrimi i hapësirës së shenjtë. Mbushni një kovë të re ose shishe me spërkatës me këtë ujë magjik. Filloni nga dera kryesore e shtëpisë. Fshini dyshemen e çdo dhomë duke lëvizur në drejtim të akrepave të orës. Ndërsa fshini, thoni me zë të lartë. Çdo energji negative, çdo farë e keqe, çdo hije largohet tani nga kjo shtëpi. Kjo hapësirë bëhet tempull i bollëkut, harmonisë, dashurisë dhe mrekullive. Asgjë e ulët nuk hyn më këtu. Unë e bekoj këtë shtëpi me dritë të pafundme. Hidheni pak ujë në pragun e derës kryesore dhe në dritaret kryesore duke thënë, ky është kufiri im i shenjtë, vetëm e mira hyn, vetëm e keqja largohet. Mbyllje. Ky ritual nuk është thjesht ujë me krip dhe kanellë, është deklaratë e qartë se ju meritoni jetën më të mirë, se ju jeni krijues të fatit tuaj, se errësira nuk ka më pushtet mbi ju. Bëjeni këtë ritual një herë në muaj. Në hënë të plot ose në hënë të re është edhe më fuqishëm, ose sa herë që ndjeni rëndesë. Dhe pastaj vëzhgoni me sy hapur, si vijnë parat nga burime të papritura. Si hapen dyert që ishin të mbyllura me vite. Si kthehet harmonia në familje. Si ndjeni lehtësi në trup dhe gëzim në zemër. Si universi fillon t'ju dërgoj sinjale të vazhdueshme se po, je në rrugën e dur. Ju përshëndes dhe deri herën tjetër, jetoni siç meritoni, si mbretër të fatit tuaj.